sipërmarrjes përmes pagjes fiskale. E kemi thënë dhe e kemi shpjeguar gjatë fushatës dhe e kemi aktualisht në projektin e ri të buxhetit dhe të paketës fiskale të 2026-ës, që do të thotë që të gjitha kompanive do t'ju ofrojmë mundësinë që të merren vesh me administratën tatimore për të përcaktuar në mënyrë të ndershme rritjen e të ardhurave dhe për të rënë dakord për tatimin që do të paguajnë mbi fitimin. Kjo do të thotë që kështu ata do të shmangin kontrollet, kështu do të vazhdojnë qetësisht punën pa pasur ngarkesa të tjera të natyrës burokratike dhe po ashtu edhe për sa i përket qeverisë do të jetë në gjendje të ketë një stabilitet në mbledhjen dhe në realizimin e të ardhurave që do t'i përgjigjet rritjes së ekonomisë dhe që do të sjellë patjetër edhe më shumë mundësi për të vazhduar për të investuar më shumë. Paralelisht edhe investimet do të rriten, investimet në infrastrukturë, investimet në shëndetësi, investimet në arsim edhe kështu me radhë. Projekti i buxhetit 2026 është një